Është ndarë nga jeta në moshën 86 vjeçare, regjizori i njohur, ikona e kinematografisë shqiptare Piro Milkani. Lajmin e trisht për ndarjen nga jeta e ka bërë të ditur i biri i tij në rrjetet sociale. Piro Milkani ka lënë pas një trashëgimi të pasur në fushën e kinematografisë shqiptare. Ajo përfshin regjinë mbi 20 filmave artistik dhe dokumentar, duke përfshirë titujt të njohur si Kur zbardhej një ditë zonja nga qyteti, ballë për ballë militanti dhe ngjyrat e moshës. Përveç regjizorit, ai ka kontribuar edhe si skenarist, operator dhe producent. Piro Milkani ka lindur në 9 dhjetor të 1939 në qytetin e Korçës. Pas përfundimit të shkollës së mesme, ai vazhdoi studimet në Akademinë e Arteve të Bukura në Prag, ku diplomua në degën e operatorit. Pas kthimit në Shqipëri, ai u bë një nga pionerët e kinematografisë shqiptare dhe bashkëthemeluesi i Kino Studios Shqipëria e Re. Për kontributin e tij të jashtëzakonshëm, Milkani është nderuar me tituj dhe çmime të shumtë si artisti i popullit dhe medaljen ambasadori i filmit shqiptar nga Ministria e Kulturës së Shqipërisë.